Mami ndroi jetë para 2 vjetësh në Amerikë. Mi po ishte krejtë e papritur, s'kisha vizë amerikane. Edhe, si gjithmonë pyesin pse ne te këtu dhe s'shkove atje. Edhe s'ka një përgjigje, me thënë drejtën, bi telefonit atyre se ka ndru jetë mami. Del njëra që më njefte, gjithë jetën kam pas simpati për ty, një sekretar. Thash, kam hallë kështu, duhet me ikë shpejt. Po tha, kjo nuk hyn sa ke çështjet urgjente, ti apliko, po kjo nuk hyn ke çështjet urgjente. Po pse mi kush hy ke çështjet urgjente, i thash. S'to ndihmoj dot, tha se s'është ke çështjet urgjente. E kuptova. Po me aq që njohje sa ke, nuk e rregullon. Jo, nuk insistova sa atë, ajo më njifte dhe e njifsha, kupton? Dhe dërson sa ishte ligji, po këtu kuptova konceptin. Koncepti shumë tjetër. Edhe kështu, po e kam nërmen, shala po morim dhe në i lek, të aplikoj se duhen dhe të kesh në i ashu, se është bërë viza bashkë me avokatin, është bërë shumë shtrejt. E flasim bashkë, kur dalim. Ka agjensi që ta marrin përsipër edhe bashkë me avokatin, më tepër. Ç'duhet avokati? Jo, po një gabim thamë po e mbushe kish. Moza, ta bën agjensia të japë për avokat. Ç'ke e rregullojmë.